I vetmi vend ku ushtarakët nuk na kanë prek me dorë është në momentin që na hoqin prangat në autobus edhe zbritëm nga autobusi për të vajtur në aeroport për t'hipur në avion. Në çdo rast tjetër, minimumi ka qenë kapja nga qafa, ulja kokës poshtë, transportimi me forcë ose nga prangat, kapja, shtrëngim prangash, siç nuk I shikosh këtu, janë nga ato lidhjet që na bën. Ka qenë fizikisht shumë e mundimshme, sepse nëse në anijen ku ishim të burgosur në det, ndërkohë që ata mblidhin anijet e tjera, kishim një farë lirie brenda burgut, aty ishte në dhundë vazhdueshme. Mjeku që më pyeti mua ishte edhe një infermieri aty. Nuk është se më foli e rënd apo më përcolli negativitet, por ftohtësia ishte absolute. Ti e di e mirë që mjeku është në anën e armikut, është armiku jot, nuk është, më thënë, ai të kuron sepse I intereson atij, jo se I bëhet vonë për ty. Unë komunikova në disa momente me disa, dhe në duke që ne jemi në Izrael dhe ne bëjmë çfarë duam. Më lejo që ta filloj me pyetjen e parë, ne biseduam pak para se fillojmë me regjistrimin, po si po riambientohesh me normalitetin pas kthimit në Shqipëri? Po riambientimi ka qenë I menjëhershëm. Domethënë, njeriu është si ai guri që heq nga vendi dhe pastaj kur e çon prapë te vendi I vet, zë vendin që kishte. Kështu që riambientimi ka qenë shumë I shpejtë, shumë I bukur, sepse jam takuar dhe mallëngjyer me njerëzit e mi të dashur. Kështu që jam shumë I lumtur që erdha mirë, I gjeta mirë dhe çdo gjë përfundoi pak a shumë siç ishte pritur. Në disa aspekte edhe më mirë se aq. Në fakt duhet të pyes pak më shumë për eksperiencën tënde. Diçka që më ka bërë përshtypje është se kam ndjekur këto misionet e flotiljes edhe vjet edhe si vjet. Flotilja arriti t'i afrojë shumë brigjeve të Gazës. Kurse si vjet ju ndaluan në ujëra ndërkombëtare shumë afër brigjeve të Kipros, në mos gaboj. Po, saktë. Pyetja ime është pse mendon se ka ndodhur ky ndryshim? Domethënë lidhet realisht me sigurinë siç pretendohet apo reflekton dhe një lloj shqetësimi të shtuar dhe agresiviteti të shtuar ndaj akteve të solidaritetit? Është lëvizje strategjike, mendoj, për faktin që vjet u rrezikua që disa nga anijet mund të arrinin në brigjet e Gazës. Edhe vjet ndërhyrja e parë ka qenë në ujëra ndërkombëtare. Dhe të gjitha anijet janë zënë në ujëra ndërkombëtare. Hapësira e Gazës është shumë, domethënë deti që është lënë zyrtarisht Gazës është 25 milje, është shumë e shkurtër. Anija më e afërt ishte diku te 60 vjet, me sa jam në dieni. Kështu që për të mos rrezikuar që ndonjë nga anijet arrinte, duke qenë se siç ata vinë me strategji të reja dhe flotilja kreti me strategji të re për ta bërë sa më të pamundur interceptimin e të gjitha varkave. Kështu që për të siguruar që asnjë anije s'do shkonte në brigjet e Gazës, e kanë filluar shumë herët. Besoj se janë ndjeni që gati 20 anije, 21 anije I bastisën afër ujërave territoriale greke, domethënë afër Kretës, duke ardhur nga Italia. Duke hequr le të themi një tretën, një katërtën e gjithë flotilës. Pastaj disa nga anijet u rekuperuan, anijet të tjera u ribashkuan në Turqi dhe flotila prap arriti atë pikën që pritej ose më mirë. Kjo është arsyeja vetme për të mos rrezikuar në asnjë mënyrë që ndonjë nga varkat të arrijë në brigjet e Gazës. Përmendje që dhe flotilja kishte disa strategji të reja për të mos u interceptuar. Nuk e di nëse janë diskutuar edhe në bordin e anijes dhe cilat mund të kenë qenë disa nga këto. Ato janë diskutuar në, le të themi, në bordin drejtues të Global Smooth Flotilla dhe strategjia ishte e mirë menduar. Unë nuk e di a mund të ndaj këtu, sepse është nuk kam kërkuar leje për ta ndarë, por që strategjia u nda me ne me të gjitha varkat natën e fundit dhe aty filloi implementimi për ta bërë sa më të vështirë interceptimin e të gjitha anijeve. Dhe unë e pëlqeva shumë si strategji. U kam përcjellë njerëzve që e mundur a përcjell, por agresiviteti nga ana e forcave izraelite që është shumë I lartë kësaj radhe dhe mobilizimi që akoma më I lartë dhe ata për gati një ditë e gjysmë qenë të aftë na ndalonin të gjithëve.
Flotilja nuk arriti dot në Gaza dhe nuk arritur që t'i çonit ndihmat në destinacion. Në qoftë se e shohim nga një këndvështrim praktik, disa njerëz mund ta quajnë dhe të dështuar si mision. Dhe jam kurioz në këndvështrimin tuaj, cilat janë disa nga fitoret politike ndoshta të flotiljes. Po, unë edhe vetë në atë intervistën e parë që dhash tek aeroporti, e quajta flotilja ka disa objektiva. Dhe është faktike tani që objektiva numër 1 dështoi që është çorja ndihmave dhe krijimi i një korridori humanitar alternativ. Po. Sepse siç mund jesh djeni nga media, nga zëri zyrtar i regjimit Izraelit është që korridoret humanitare janë dhe ekzistojnë dhe funksionojnë. Po. Por siç jemi ndjeni Në fakt janë teorikisht funksionojnë me 1/10 e kapacitetit ose siç je rasti 6 muaj rresht që ishte një ndalim total i çdo gjëje derisa rastet e vdekjeve nga uria ishin prezente pothuajse çdo ditë. Gjë e pafalshme, gjë jashtëzakonisht e pafalshme për gjithë botën mendoj. Kështu që objektivi numër 1 i flotilës dështoi, objektivi numër 2 që është rritja e solidaritetit, sjellja në vëmendje e fatkeqësisë së Gazës, ajo është fatkeqësi natyrore, i them fatkeqësi sepse por është e shkaktuar nga dora e njeriu, nga njerëz, ka njerëz përgjegjës për atë fatkeqësi, për atë krim. Rritja e vetdijes globale, e sjellja në vëmendje të njerëzve, të aktorëve që mund të sjellin ndryshim, rritja e presionit ndaj aktorëve që kanë në dorë të bëjnë ndryshim në këtë drejtim, ka qenë i suksesshëm. Rasti i Shqipërisë as unë se kam pritur kaq vëmendje. Unë e dija që do bëhej mediatike dhe por në Shqipëri ka qenë shumë i suksesshëm do i quaj ajo. Gjithashtu në botë, me sa ne kemi ndjekur, gjithashtu ka qenë shumë i suksesshëm. Ka pas reagime nga shumë instanca, nga shumë shtete që mund t'i quash edhe aleate të regjimit Izraelit, prap kanë folur me tone të ashpra, kanë diskutuar për sanksione dhe çdo hap në drejtim të zgjidhjes së plagës palestineze, sado i vogël që është hap pozitiv dhe hap që ja vlen të përpiqesh për të arritur. Në fakt dhe më bëri përshtypje ndërgjegjësimi, të paktën në një pjesë të madhe të mediave, domethënë mbas ndalimit tuaj këtu në Shqipëri, sidomos duke patur parasysh që përgjatë këtyre 2-3 viteve çështja e Gazës është lënë pothuajse plotësisht në hije nga media. Vërtet. Megjithatë, ajo që më bëri tjetër përshtypje ishte edhe një lloj heshtjeje e institucioneve tona shtetërore këtu. Ndoshta kanë qenë në komunikim me familjen tuaj, por ka patur një komunikimi publik ka qenë shumë minimal dhe informacioni për të gjithë në të tjerë ka qenë shumë i vakët. Pothuajse ka qenë inekzistent, për të kthyer tek vëmendja e medias ndaj çështjes ndaj genocidit. Sepse çështja palestineze është gati 80 vjeçare tashmë. Por genocidi është gjë e freskët dhe gjë që ne e kemi, domethënë jemi ekspozuar ndaj çfarë ndodh atje në përditshmëri, nuk është se nuk justifikohet dot dikush të thotë unë nuk e dija ç'a bëj. Dhe çështja e medias përveç përcjelljes së vakët të vet krimeve që ndodhin atje ditë për ditë, pa pushim, disa herë në ditë. Mua më shqetëson shumë që ka qenë shumë i vakët reagimi ndaj rreshtimit zyrtar të qeverisë tonë me shtetin e Izraelit. Në nivel mediatik është shumë e turpshme, dhe e turpshme është shumë e butë ta thuash. Mund ta quash një farë krimi pa përgjegjësie profesionale apo si është ajo kur domethënë kur heqin dikën nga puna për shpërdorim detyre. Kjo është shpërdorimi i detyrës së medias që qeveria jon, ndërkohë që media merret shumë me qeverinë dhe duhet merret, nuk ka asgjë të keqe këtu. Qeveria jon të thelloj akoma më shumë, çdo ditë më shumë marrëdhëniet me shtetin e Izraelit, ndërkohë që ata gjithmonë më shumë vazhdojnë të vrasin njerëz, e të plotësojnë ato objektivat e genocidit. Injorimi i këtij rreshtimi zyrtar të qeverisë tonë është për të ardhur keq. Tregon
që media nuk është aq serioze sa duhet. Po. Sepse kjo nuk është çështje e vogël, vërtet nuk është çështje vendore. Ne merremi me çështje botërore pafund në mediat tona. Dhe vrasja e njerëzve të pafajshëm është, domethënë jeta vjen mbi çdo gjë tjetër. Pa jetë, ti s'ke më çfarë lajmi të bësh. Jeta e njerëzve është e shenjtë dhe duhet mbrojtur në çdo hallk, përfshir median. Dhe unë jam le të themi i zhgënjur dhe i lënë në balt, le të themi, nga mediat shqiptare në përgjithësi. E shoh një lloj shpërdorimi detyre të mosmarrjes në përgjegjësi të qeverisë tonë për rreshtimin e gabuar që ka bërë në këtë konflikt. Dhe vim tek momenti i interceptimit të flotiljes dhe rrëmbimit tuaj dhe të aktivistëve të tjerë, nëse nuk gaboj ka ndodhur në mëngjes, rreth orës 11. Më herët ka filluar, ka qenë rreth 9:10 që ka filluar, po. Ka qenë, nuk e di nëse mund të ma përshkruash pak, nëse të gjithë këtë përvojën e ndjekjes dhe më pas të rrëmbimit. Do e filloj pak më herët. Ne natën e interceptimit, domethënë që erdhi mëngjes kur filloi zyrtarisht sulmi, gjithë natën ishim syçel, ishim në, domethënë të dhe me ankth, sepse prisnim gjithmonë sulmet nga forcat e Izrael kanë ndodhur natën. Kishit kuptuar diçka që mund të ishin afër apo? Gjë, por duke qenë se kishim dalë nga ujërat territoriale turke, ku e dinim që ishim të sigurt, nuk do kishte asnjë lloj sulmi aty, në ujëra ndërkombëtar, të cilat Izraeli trajton si ujërat e vend territorial, po, sepse nuk ka kush i thot gjë. Ishim syçel, ishim në gatishmëri që nga momenti në moment një sulm mund të ndodhte dhe ishim sy e vesh që të merrnim masat tona për të shmangur, për do kështu. Dhe kur erdhi mëngjesi, ishim të gjithë shumë të lumtur, fituam dhe një ditë, ishim të gëzuar, dita ishte e bukur. Prisnim që do kalonim një ditë krejt normale në det, një ditë tjetër krejt normale në det, se me turnet që kishim përcaktuar për mbarvajtjen e anijes. Dhe papritur, 2 kapitenët tanë thënë vishni ato jelekët. Dhe unë isha duke përgatitur mëngjesin. Disa kishin ngrënë, se kur jemi me turne nuk kam dot një njëjtën kohë. Dhe mendova, sinqerisht, u kam përcjellë atyre që ishim duke bërë një drill, një provë, se sa të gatshëm shpejtësinë e gatishmërisë për të bërë gati për përballur një sulm të mundshëm. Dhe i ndoqja kështu unwillingly, kur i thon në anglisht, si me përtes këto urdhrat e kapitenëve. Dhe pastaj dolëm lart. Unë përveç që nuk u përgatita seriozisht, sepse unë kisha në mendjen time kisha një protokoll tjetër, duhet ndrohesha me rrobat e duhura, gjë që një disavantazh më vonë, duhet përgatitet disa gjëra, duhet hidhja disa gjëra ndet, kisha bllokun tim të shënimeve për shembull, që e kisha prej 10 vitesh, që e mora pa dashje në anije. Të desh ta hidhje? Unë nuk e hodha dot, mbeti në anije, nuk e di çfarë fati e kanë marrë apo është akoma në anije. Dhe kur dola bashkë me jelekun i gjysmë i përgatitur, por jelekun në rregull, mora dhe pjatën e mëngjesit me vete. Dhe po diskutonim aty që ne ishim në komunikim të vazhdueshëm dhe me anijet për rreth. Jo filloi, jo s'filloi, jo sulmon, jo është turke, domethënë është një anije turke apo është anije izraelite, sepse në fillim janë tymnaj derisa gjëja konfirmohet. Dhe punë minutash arritëm të shikonim në horizont një anije të stërmadhe. Dhe dyshimi ishte që mund të ishte anije turke, por pastaj anijet që ishin më afër konfirmuan që janë duke ardhur të na interceptojnë. Ne në atë moment ndezëm motorin, velat ishin tashmë të ngritura dhe i dham shpejtësinë më të madhe të mundshme anijes për t'u larguar. Megjithatë, 2 skaf të fuqishëm ishin gjithmonë duke bërë më të mëdhej në horizont, derisa i pam të armatosur deri në dhëmb me megafon. Vin 2 sepse ata fillimisht bëjnë internet jamming. Ne kemi Starlink dhe interneti u shkëput
para se ata të afroheshin tamam, ose të hipnin anije. Kështu që momentet e fundit unë i regjistrova, por ato përfunduan në det. Nuk që e mundur ti transmetoja. Nga momenti që u afruan, njëri nga skafet u largua, tjetri u afrua thoshin ndalo anijen me megafon, fik motorin. Dhe duke qenë se ne nuk po u përgjigjeshim në këtë aspekt, ishim të gjithë jashtë të ulur tek pjesa e timonit, qelluan me armë në drejtim të kishim disa ku ishte edhe ai kamera dishi i internetit, ato Sateliti. disa element. Aty qelluan me armë, fatmirësisht nuk pësuam asnjë goditje me armë, asnjëri prej nesh. Dhe njërin kapitenët pastaj u detyrua që të fikte motorin, ndalonte anijen. Nga një moment pastaj hipën anije dhe vazhdoi kalvari 3 ditore gjysmë. Si ka qenë sjellja e autoriteteve izraelite, domethënë qoftë në momentin e parë që ata hipën në anijen tuaj dhe ju morën, ju rrëmbyen, po edhe më vonë kur u transferuat në Izrael, sepse është folur për sjellje njerëzore, për tortura. Jam kurioz ta di nga First person. Po, sjelljet kanë qenë brutale, që nga fillimi deri në fund. Sjelljet kanë qenë brutale. I vetmi vend ku ushtarakët çfarëdo lloj, mund të qenë policë, mund të qenë, nuk na kanë prek me dorë, është në momentin që na hoqën prangat në autobuz edhe zbritëm nga autobuzi për të vajtur në aeroport, për të hipur në avion. Gjatë gjithë atij rrugtimi, të gjithë kishte një jashtëzakonisht shumë ushtar, policë, çfarëdo që ishin, se ishin me uniforma të ndryshme, që kontrollonin rrugtimin ton se nga do kalonim, por aty është vetëm i vend që nuk ishte diçka fizike. Në çdo rast tjetër, minimumi ka qenë kapja nga qafa, ulja kokës poshtë, marrja transportimi me forcë, ose nga prangat, kapja, shtrëngim prangash, siç mund t'i shikosh këto, janë nga ato lidhjet që na bën. Ky është minimumi, pastaj maksimumi arrin deri te goditja me plumba gome. Një video që qarkulloi mbas transferimit tuaj në Izrael ishte edhe ministrit Ben-Gvir, ku aktivistët janë të gjithë në gjunjë me fytyrën në tokë dhe duart e lidhura. Dhe të kam ndjekur në një intervistë që ka thënë se ishe aty dhe e ke parë ministrin izraelit. Dhe jam kurioz kur shikon papritur një figurë të atill që është kthyer pak e shumë në fytyrën e retorikës më agresive, fashiste kundër palestinezëve. Çfarë të shkoi në mendje në ato momente? Gjatë atij momenti, unë e pash që kur hyri bashkë me shpurën e vet, gjithë skenën që gjithmonë isha duke parë nga poshtë, si ishim të gjithë me kokë poshtë, ose të shtrirë ata që s'qëndronin dot. Një nga ato që më kanë ndërmend është që depërtisja edhe unë Free Palestine, por gjithmonë më mbajti ideja që do shkaktoja më shumë problem se sa dobi. Edhe pse akti i asaj vajzës irlandeze që bërtiti Free Palestine u ngrit në kamp dhe bërtiti Free Palestine në Surat aty. Ishte jashtëzakonisht heroik dhe shkaktoi gjithë atë fortunë mediatike që shkaktoi. Disa të tjerë gjithashtu thanë Free Palestine, por ushtarët aty ishin jashtëzakonisht të dhunshëm. Dhe para se ne kishim aty gati 1 orë kur erdhi Ben-Gviri. Dhe dhuna ishte konstante, njerëzit që u lurinin nga shtrëngimi i duarve apo nga lodhja apo nga çdo lloj lëvizje, vinin të qellonin, mos lëviz, mos fol, dhe për mos ta plus që aty ishin të gjithë të saporrahur, sepse ishte momenti nga aty ne erdhëm kur dolëm nga anija e madhe, nga anijet e madhe burg në kontenier që ishin kështu rifugjo. Erdhëm aty dhe kur dolëm nga anijet, kishte një kalvar që kaloi në disa gjithmonë nga dore ushtarit në dore ushtarit. Shumica e njerëzve janë rrahur aty. Dhe shumë, domethënë, kur je i saporrahur, e ke dhe atë pjesën e guximit çik më të kontrolluar. Por unë gjatë gjithë kohës komunikoja me njerëzit përreth, pyesja, takova të njohur aty ku isha,
Dhe ndihmova gjithashtu kisha 2 njerëz para meje. Njërin e pash që me zimër të frujnë fillimisht, ngulfatej. Dhe në momentin që pash nuk po lvizte më. E lvizte nga këmba nuk po reagonte më dhe thirra mjekët. Dhe një detaj tjetër, thirrja për mjekët ishte konstante, sepse kishte shumë njerëz që ishin shumë keq fizikisht me dëmtime të mëdha. Doktor, këtu, doktor te cepi tjetër, doktor te cepi tjetër. Dhe unë thirra për këtë, ti kishe në të fikt. Nuk e di, mund të një burr nga 50 ndoshta. Kishte në komplet fikt, e morën për krau e quan, diku nuk e di ku e quan. Në krahët e tij, që një tjetër turk, një djalë i bëshëm. Ati kishin thyer brinjët. Ai ishte me brinjët e thyer dhe nuk lëvizte dot fare derisa përfundoi shtrirë dhe për atë bëra thirrje 2-3 herë, po e injoruan. Kuptimin, okay. Edhe vazhdonin atë të vinin rrotull nëpër njerëzit, derisa për herë të fundit që një zotëri aty që ishte i vetmi që tregonte çik mëshirë, ai u lilonte çik fashet atë njerëzve. Nga pak, po prap dhe aq pak ishte shumë ndihmë e madhe kur i ke super të shtrënguara që nuk kalon dot gjaku apo të fillon të hyjnë në lëkurë. Ishte pjesë e policisë? Pjesë e policisë, po. Çuditërisht kishte edhe tipare fizionomie shqiptari. Më bëri shumë vështirë. Domethënë, nëse unë e shikoj si fytyrë e njoh direkt tani sepse më bëri përshtypje për mirë. Që le të themi personi vetëm që më ka impresionuar për mirë në gjithë përvojën. Edhe pse në një 2 raste dhe ai që i dhunshëm, në disa persona që i kishin i bërtitën për thonë ndihmoje çik të tjetrin. E goditi njërin që ma përcolli vet. Por në tërësinë e vet që shumë e çuditshme sepse nuk prisje, domethënë, duke qenë se ishte absolute e dhuna, nuk prisje njerëz të mëshirshëm. Dhe ata nuk e tregonin mëshirë, as ndjenin, nuk e ndjenin këtë, domethënë me sytë e tyre, nuk ta përcjellnin që atyre mund të vinte keq. Dhe këtë e thirra pastaj dhe ky erdhi, më tha çfarë, e i thash unë që ky personi këtu ka thyer brinjët. Është me brinjë thyera. Dhe ai thirri kolegët e vet, i folën çik aty, pastaj e morën edhe këtë person. Po, kjo aty kemi ndonjë 3, 4, ndoshta edhe 5 sata të fundit, sepse ishte nga aty merreshim në pyetje pastaj. Ka qenë fizikisht shumë e mundimshme. Sepse nëse në anijen ku ishim të burgosur në det, ndërkohë që ata mblidhin anijet e tjera, kishim një farë lirie brenda burgut, aty ishe në dhunë të vazhdueshme, ishe në një pozicion të dhimbshëm. Domethënë fillonin muskujt dhe kockat të dhimbnin, unë jam me shenjë nga gjunjët, nga brylet. Kishe vështirësi nga duart e lidhura, disa i kishin lidhura nga mbrapa. Unë kisha fatin që kisha nga para dhe kisha mundësi manovrimi. Ata që kishin nga mbrapa ishin në pozicion shumë të vështirë. Edhe kjo është torture praktikisht, ishte një 3 deri në 5 orë në varësi të sa ndonjë aty. Në varësi të personave, një blok kohe torture. Kjo mungesa e mëshirës ose e shfaqjes së një lloj empatie qoftë edhe në fytyrë, ishte vetëm nga ana e forcave të ushtrisë dhe policisë apo edhe nga mjekët? Unë kam pasur përballje me një mjek kur shkuam në burg. Kemi fjet një natë në burg. Dhe para se të hynim na pyetën çfarë probleme shëndetësore ke kështu. Kjo ishte një farë ndërveprimi civil, por ftohtësia ishte e dukshme. Mjekët nuk, pak mjeku që më pyeti mua ishte edhe një infermieri aty. Nuk është se më foli rënd apo më përcolli negativitet, por ftohtësia ishte absolute. Ti e di e mirë që mjeku është në anën e armikut. Është armiku jot, nuk është, më thënë, ai të kuron sepse i intereson atij, jo se i bëhet vonë për ty. Kështu që kjo ishte shumë e dukshme, ftohtësia e mjekut apo e prokurorit apo e gjykatësit më vonë. Disa ta bënin dhe unë komunikova në disa momente me disa, ta bënin dhe në duke që ne jemi në Izrael dhe ne bëjmë çfarë duam. Po ftohtësia dhe nga le të themi staf civil ishte absolute. Ti e kuptoje shumë mirë që ai nuk ishte miku jot, nuk të donte të mirën, as i interesonte fare për ty.
Dhe as kishte ndonjë ndjenjë pishmëlloku që të ishe dhunuar apo keqardhje apo kjo ishte shumë e qartë nga të gjithë. Pa personi vetëm që mund t'ja lexoje pak në fytyrë që nuk i pëlqente kjo që ndodhte ishte personi që ajo çadra e torturës po. Cili ka qenë momenti më i çuditshëm që nga kthimi, domethënë një moment i zakonshëm në Vlorë ku jeton, në kafe, trafiku, njerëz që ndoshta të flasin apo të ndalojnë. Sot në mëngjes që do nisesha për këtej, i freskët. Isha duke kontrolluar gomat e makinës në një gomistë të lagje. Dhe kaloi dikush te rruga aty me makinën e vet. Po. O vlla, të rahan ta. Të rahan ata, u fut një dëshar. Më rahan çiki thashun. Edhe ky ishte e papritur se ishte një person që nuk e njihja. Me edhe përvoj për tu përmendur dhe me detaj është përvoja kur shkela në Shqipëri. Kalova kontrollin elektronik të pasaportave dhe aty ishin 4 policë. Po. Që bënin mohabet me njëri tjetrin dhe kur kalova unë më thanë djali afro më jep çik pasaportën. U dhash, hajde një çik me ne tha. Unë përveç isha në nxirr, siç mund të shikosh nga tiqenit në det. Isha bërë si arab në pamje, kisha dhe shallin palestinez ke fije në qafë. Dhe shkuam në një zyrë aty afër. Dhe këta pastaj duke parë emrin, duke parë më pyetën ku ishe, nga vjen. U ftilluan që unë isha në flotila se disa më kishin parë dhe në televizor. Tani, a ishte ftillim i sinqert apo ishte pjesë e një loje, po si thuhet loje, aktrimi, nuk e di ta them. Domethënë se në dyja skenaret gjëja është e dhimbshme. Ose unë pata një profilizim like religious profiling, i thonë në nuk di si ta them në shqip. Profilizim fetar. Po. Pra që mua më pan si një fetar me simbol të Palestinës dhe detyrimisht isha i dyshim që duhet kalohen disa filtra, gjë që është shumë e dhimbshme. Islamofobi. Ose bën sikur s'më njohën, edhe pse ose ishin duke pritur dhe bën sikur s'më njohën. Po. Dhe pastaj u prezantuan tek ajo zyrë e vogël aty. Nga aty pritëm, domethënë te zyrë e vogël më dhanë të njohur që po e kemi parasysh kush je dhe nga vjen dhe ku ishe. Aty pritëm ja 2 zotrinj, pastaj kalova, më shoqëruan tek komisariati i aeroportit, i Rinasit. Më mbyllën rreth 5 minuta në një dhomë aty me qelës. Vetëm? Vetëm po, vetëm. Nuk më shqetësoj vetë mia. Më bezdisi akti, gjesti. Nuk të thanë ndonjë arsye? Jo, kontroll, më thanë më vonë sepse kaluam në një intervistë. Në një intervistë i thonë që marrje pyetje. Më thanë prita, pas një lloj rezistence, pas një lloj ankesi. Po. Pastaj kalon një 5 minuta, 10 minuta ndoshta. Erdhën një 2 zotrinj, më morën, më përsollën tek një zyrë. Aty filloi një kalvar marrjesh në pyetje. Që ishte okay, më thanë që është procedurë, sepse duke qenë se vjen nga një situatë e caktuar, unë isha zyrtarisht deportuar nga një shtet tjetër, kështu që. Por unë dhe kisha shumë të ndershme të vinin te avioni të thoshin hajde sepse do vish me ne. Se sa këtë që nuk e kuptoj ishte islamofobi apo ishte aktrim për të shmangur në një situatë se unë nëse rezistoja për shembull do të bëj një çik zhurmë aty në aeroport. Dhe unë nuk e mora vesh kurrë këta zotrinj që më morën pyetje ishin pjesë e policisë, pjesë e antiterrorit, se në polici ka një zyrë antiterrori. Pjesë e shërbimit informativ shtetëror nuk e mora vesh. Megjithatë, një nga pyetjet, le të them pyetje e parë, si filloi zotria që më merrte në pyetje se kishin 2 para, njëri që shkruante me kështu me 2 gishte në tastier. Dhe dikush që bënte pyetjet, kisha edhe një zotrin nga mbrapa që ishte vazhdonte punën e vet, por që ishte prezent aty, domethënë në fund e kuptova që ai ishte i vëmendshëm gjatë intervistës.
Dhe pyetja e parë, ishin të sjellshëm, nuk e moj, do të ishin të sjellshëm, ishim të afrushëm, nuk kam ndonjë ankesë në këtë drejtim. Pyetja e parë më tha, Baki, më thuaj tha, pse shkove në Siri? Nuk e dinte as ku kishe. Ku po të kërkoje të shkoje? Unë siç po qesh tani qesh edhe në Citati. Dhe thashë për në Siri do pyesësh dikë tjetër. Se unë nuk më fal, pse shkove në Gaza? Pse u përpoqje të shkoj në Gaza? Diçka aty. Pra që më dha një indicje që këtu kishte një vazhdimsi të atij profilizimit që folëm fetar, që unë isha by default i dyshuar. Tani që e ke parë nga afër, domethënë e ke përjetuar këtë mision, nuk e di, do ta bëje përsëri? Nuk kam asnjë kundërshtim e të bërit prapë. Biles kur isha në vark, diskutoja me miqtë atje. Diskutimi ishte që vitin tjetër nuk mund të jem vetëm unë. Duhet të kemi ne shqiptarët delegacionin tonë, sepse përgjithsisht në gjitha shtetet kishin të organizuar në delegacione. Dhe do jem unë pjesë apo s'do jem, ndoshta Shqipëria mund të ketë në flotiljen e ardhshme një delegacion nga Shqipëria, kështu që është e udhës. Është e udhës. Unë do mbështesja dhe do punoja për këtë gjë. Ripërsëritja në flotilja nuk është gjë e pamundur. 2 nga antarët e anijes time e kishin prerë të dytë. Kishin qenë edhe vjet. Shumë nga antarët që unë patëm ndërveprim me shumë nga antarët, nga pjesëmarrësit, e kishin prerë të dytë. Është absolute që të paktën 20% e kishin prerë të dytë. Kështu që nuk është e pamundur në përgjithësi që ta bësh prerë të dytë. Po dhe në rastin personal nuk e shoh të pamundur që ta hedh përsëri si hap. Megjithatë, ka 2 gjëra që duhet i shtjelloj. Shoh që meraku në familje, në rreth shoqëror, ishte jashtëzakonisht i madh. Shumë njerëz e kishin ndarë mendin që unë s'do kthehesha më. Gjë që më bëri përshtypje dhe pash më bë dhe qefi, pash njerëz që kur shikon që njerëzit kanë konsiderate dhe kanë kujdesen për mirëqendjen tënde, është diçka që të bën të ndihesh mirë. Por në nivel aktivizmi, synimi im është që aktivizmi të vazhdoj ku është më efektiv. Dhe kjo do jetë peshorja me cilën unë do marr vendimet e ardhshme. Shumë faleminderit. Ju falenderoj dhe unë. Ky podcast mbështetet nga Abi Bank.